Falënderojmë Allahun xhelle shelhu me një falënderim që i takon madhërisë së Tij, i cili me urdhërin bëhu krijoi tokën, qiellin dhe të gjitha botët, të dukshme dhe të padukshme që na furnizoi me mirësitë e Tij. Allahu është krijuesi dhe sunduesi i çdo gjëje. Përshëndetjet më të sinqerta ja dedikojmë njeriut më të zgjedhur në mesin e njerëzimit dhe padyshim që ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të zgjedhur dhe mbi ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e Allahut dhe të dërguarit të tij deri në ditën e kataklizmës. Të dashur vëllezër, xhamat i vlerësuar, tema të cilën sot do ta shtjellojmë është bëhu ndryshe. Allahu xhelle shanhu është mirësi absolute dhe burimi i çdo të mirë. E keqja që na godet, burimin e ka tek ne vetë. Allahu xhelle shanhu wa xhelle xhelalu e shpalli Kur'anin fisnik për të na udhëzuar në rrugën e së mirës. Në thirrjen për këtë rrugë, Kur'ani përdor këtë metodë. E nxit njeriu të mendojë për krijesat e Allahu xhelle shanhu wa xhelle xhelalu, për gjërat tokësore dhe qiellore. Allahu xhelle shanhu wa xhelle xhelalu në Kur'an shprehet dhe thot: "Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat." A nuk e shohin ata deven se si është krijuar dhe qiejt si janë ngritur dhe malet si janë vendosur dhe tokën si është shtrirë. Mendimi rreth krijesave të Allahu xhelle shanhu forcon besimin në zemrat e njerëzve. Prandaj Allahu xhelle shanhu nëpërmjet shpalljes Kur'anit fisnik shpesh ka theksuar domosdoshmërinë e të menduarit. Kur'ani fisnik përdor edhe tregimet për popujt e mëparshëm. Ai na rrëfen për njerëz dhe kombe që kanë jetuar para nesh, si për bamirësit, ashtu edhe për keqbërësit. Na flet për bamirësit që ata të na shërbejnë si shembull dhe për keqbërësit që të shohim se ku përfunduan ata. Tregimet kuranore për popujt e mëparshëm nuk janë vendosur në kontekst historik. Nuk merren me vendin dhe kohën e ndodhive, por janë vendosur në kontekstin e përjetshëm të luftës mes së mirës dhe së keqes. Kështu që ato tregime nuk na shërbejnë për të njohur historinë, por për ta bërë historinë mësuese të jetës. Sepse Allahu xhelle shanhu wa xhelle xhelalu në Kur'an shprehet dhe thot: "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab." Vërtet në tregimet për të ka mësim për ata që kanë mend. Allahu xhelle shanhu në Kur'an përdor edhe metodën e zgjimit të ndjenjave të brendshme të njeriu. Ndjenja që e shti atë si besimtar të kërkojë përgjigje për pyetjet e përjetshme. Kush më krijoi? Pse jam këtu dhe nga po shkoj? Këtë pyetje i afrojnë natyrës së përjetshme. E vendosin atë në përputhje me natyrën njerëzore. Drejtoj fytyrën tënde drejt fesë së drejtë, thot Allahu xhelle shanhu. Sipas saj, Allahu xhelle shanhu e ka krijuar njeriu. S'duhet të ndryshohet feja e Allahut. Allahu xhelle shanhu fen i ja ka ofruar nevojave tona. Dhe nuk duhet të ndryshohen dispozitat fetare, por të ndryshojmë vetveten dhe të përshtatim sjelljen tonë sipas atyre dispozitave. Ai gëzon dhe paralajmëron, premton dhe kërcënon. Allahu xhelle shanhu në Kur'an përdor këtë metodë të katërt në thirrjen e njeriu drejt së mirës. I gëzon besimtarët, i paralajmëron jo besimtarët, u premton mirësi bamirësve e u kërcënon keqbërësve. Ati që ja japim librin e veprave në dorën e djathtë, do t'i jepet llogari e lehtë, por ati që ja japim në të majtën, do ta ketë shumë të vështirë para Allahu xhelle shanhu. Të gjitha këto metoda të Kur'anit janë në funksion të arritjes së qëllimeve që feja të vë përballë. E ato qëllime janë të besosh, të pastrosh mendjen nga besfitnit,
nga hynit e rreme dhe të ndërtosh jetën tënde mbi besim të drejtë, mbi shpirtshmëri të pastër. Amantu billahi wa malaikatihi. Pra e ky besim, besimi i vërtet është të jetosh fe. Sa herë ti bësh vetes pyetjen çfarë besimtari janë, me njëherë bëje edhe pyetjen tjetër, çfarë është feja nëse nuk më shtyn drejt veprës? Çfarë është feja nëse nuk më zgjon për namazin e sabat? Çfarë është feja nëse nuk më nxit drejt së mirës? Prandaj, kur Kurani fisnik e vendos përballë vetes qëllimin që njerëzit të besojnë, kjo është përfshirë në ajetin ku Allahu xhalla shanu na shpreh neve, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, namazi im, adhurimet e mia, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun xhalla shanu. Çdo ditë e jetës sime duhet të përshkohet nga besimi. Nga besimi buron edhe qëllimi i dytë, pra vepra. Allahu xhalla shanuhu në Kur'an shpesh përsërit shprehjen ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Besimi është i vërtet vetëm kur e nxit njeriu të veprojë, të bëjë atë që Allahu xhalla shanuhu kërkon prej tij, të lirohet nga zakonet e këqija dhe të përvetsojë ato që e afrojnë tek kënaqësia e Allahu xhalla shanuhu. Qëllimi i tretë është dispozita. Jeta sipas dispozitës. Dispozitat janë mburoj e besimit tonë. Namazi është mburoj e besimit tonë. Agjërimi e forcon besimin tonë. Jeta sipas dispozitave është forcimi i përditshëm i besimit tonë. Metodat kuranore prej shekuish janë të njëjta. Qëllimet e tij janë identike. Me ato metoda dhe duke synuar ato qëllime, Kurani fisnik nga një njeri i zhitur në çdo lloj vesesh e bëri atë që u gëzua me xhenet, qysh në këtë botë. Të tillë ishin sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Duke përdorur ato metoda dhe duke synuar ato qëllime, Kurani nga popuj që ishin barbar e analfabet i bëri bartës të qytetërimeve dhe vlerave qytetëruese. Ja ku është Kurani fisnik përballë teje. Ja ku është Kurani fisnik në shtëpinë tënde. Në raft, ja ku është gjithandej rreth nesh, përveç se në jetën tonë. Metodat kuranore të menduarit për krijesat e Allahu xhalla shanuhu për të forcuar besimin, të nxjerrin mësim nga tregimet e popujve të mëparshëm, të zgjojnë ndjenjen e përkatësisë fetare dhe të kërkojmë përgjigje për pyetje të përjetshme, të jemi nga ata që përgëzohen, janë metodat që vlejnë edhe sot. Feja e Allahut nuk ndryshon kur. Njerëzit duhet të ndryshojnë dhe të përshtatin jetën e tyre sipas asaj feje. Prandaj, i nderuar vëlla, i dashur vëlla, Allahu xhalla shanuhu në Kur'an i drejtohet atij që është i pajisur me mendje. Pikërisht ti, pse nuk e sheh devën si është krijuar, pra kafshët rreth teje, dhe të hedhësh vështrimin në qiellin se si është ngritur, dhe të shohësh se si janë vendosur malet dhe toka si janë shtruar, dhe nga e gjithë kjo të lexosh ajete, shenjat e ekzistencës së Allahut xhalla shanuhu dhe të forcosh besimin tënd. Pse nuk sheh si jetuan popujt e mëparshëm, por merr edhe mësim nga jeta e të parëve të tu, më të afërt, dhe mëson nga gabimet e tyre që të kuptosh hadithin e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Besimtari nuk kafshohet dy herë nga e njëjta vrim, dhe nuk duhet të ndryshohen metodat që ka Kurani fisnik, sepse ato janë të pandryshueshme dhe qëllimet e tij janë të përjetshme. Ne duhet të përgjigjemi thirrjes së tij dhe të dëgjojmë çfarë na thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka varfëri më të madhe se padituria, dhe as pasuri më të madhe se mendja dhe dituria. Pikërisht për këtë na thon Kurani fisnik, me metodën e parë të tij, mendo dhe mëso. Muhamedi alayhi salam thot, njerëzit në këtë botë krenohen me pasuri, por në botën tjetër do të krenohen me devotshmëri
dhe me shumësinë e veprave. Të gjithë ata që në këtë botë janë krenuar me pasuri, nga tregimet për popujt e mëparshëm, kemi parë se kanë dështuar. Dhe dështimi më i theksuar është ai i Karunit dhe arit të tij në kohën e Musait alayhis salam. Dhe së fundi, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë: nuk kam parë gjë në tokë që i ngjan xhenetit e që njerëzit të ikin prej tij, dhe nuk kam parë asgjë që i ngjan zjarrit e që njerëzit të nxitojnë drejt tij. Pse atëherë me sjelljen e tyre në këtë botë nga xheneti ikin e drejt zjarrit nxitojnë? O Allah xhelle shanuhu, na ndihmo të kuptojmë metodat kuranore dhe të realizojmë qëllimet kuranore. Amin wa akhiru da'wana wa anil hamdulillahi rabbil alamin.